Cilët janë ata tregues që na tregojnë që kemi mungesë të hekurit ose ballafaqohemi me anemi, janë disa simptoma bazë që janë një alarm, për shembull. Zakonisht, kur ki mungesë të hekurit ose anemi, janë disa simptoma të përgjithshme që tani shpesh edhe neglizhohen dhe lihen një kohë të gjatë. Së parë mund të fillojmë që ka një lodhje, një plagështi kronike, ka mungesë të energjisë, ka mungesë të koncentrimit, ka kokëdhimbje, ka marramendje, ka dhimbje të teshtrave, nuk mund të bëjë për shembull aktivitet normal fizik. Kur ngjitet shkallëve, ka një takikardi, një rrajë të shpejtuar të zemrës, për arsye se endë koronare ka nevojë për më shumë gjak. Momenti që ki anemi, endë koronare do të tentojnë që ta marrin gjakun më shumë edhe ta pompojnë në për gjitha pjesët e organizmit. Tjetër edhe problem është edhe për shembull kanë të njerë edhe memorje pak më të lartë. Gjitha këtu janë disa simptoma që t'japin për alarmim që mundesh me pasë mungesën e hekurit në organizëm. Tani, më e rëndësishme është, kjo mund të na paraqitet ndoshta në një fazë tjetër, qoftë ndoshta një ushqyerje jo e mirë, e jona, një dietë, ndoshta mund ta shkaktoj vjen deri tek një anemi, ndonjë viroz, përmendëm shumë faktorë, mos t'i përmendim ata madhor, domethënë që kanë një ndikim edhe më të madh. Po këta të përditshmit, kështu që mund të shkaktojnë një ulje të themit të hekurit ose të shkaktojnë një anemi momentale, është shumë e rëndësishme pastaj trajtimi. Përmendëm pra qysh në fillim të bisedës që thamë që është një gjendje momentale, jo një sëmundje dhe mund ta kalojmë, mund ta përmirësojmë. Cila është metoda, cilat janë trajtimet për të përmirësuar hemoglobinën, për të përmirësuar anemin? Kryesisht e shohim që janë tableta, unë po bazom edhe, po flasë edhe nga një përvojë personale, por gjithsesi edhe këtu duhet një kujdes shumë i madh se jo çdo herë kemi një përfitje shumë të madhe të hekurit nga medikamentet. Besoj që do të na shpjegosh më së miri. Pikë së parë është me rëndësi mi ditë shkakun pse ka ardhur anemia. Këtu duhet të bëjmë një diagnostik të saktë, të dim pse. Pikë së parë bën analizat, që thamë këtu ferritina, hekuri, gopjen e hekurit. Nëse kemi këtu, japim preparatat të hekurit. Pikë së parë, rekomandohet më së miri që të mirë përmes gojës ose perorale. Po një pjesë shumë e vogël e pacientëve kanë probleme me gastrike, të cilën nuk mundet më përthisë mirë. Një të në kohë, kur mirën preparatet e hekurit, duhet të evitohen produktet e qumshtit, kafja dhe çaj i zi. Produktet e qumshtit? Po, se nuk inkorporohet hekurit, e pengon përthithjen e hekurit. Tjetër është për shembull kur kanë problem pacientët me helikobakter, një gastrit të theksuar. Tjetër është kur kanë problem me gjandër tiroide, të cilën e kanë antitrupa më shumë dhe ndikon në mukozën e lukthit, ndikon për shembull që të ketë një ngacmim të pacientit për shkak të hekurit. Se hekuri si hekur që i mirët është një metal që i mirët. Po janë forma të ndryshme, është 2 valent, 3 valentja forma të ndryshme të hekurit. Edhe tash duhet që të gjendet cili është pak më i përshtatshëm për pacientin. Po, shumicën e rasteve duhet që të japet me preparate perorale për shkak të pacientit. Po, në një pjesë shumë e vogël të pacientëve